any other way. If it was Ke ftohtë apo ke emocion? Kam shumë emocione. Si quhesh? Alban Ramosa. Sa vjeç je Alban? 16. Dhe vjen nga? Kam lindur në Holland, kam jetuar në Gjermani dhe në Kosovë. Tash jetoj në Tiranë për të filluar karrierën time në X Factor. Mendon që i ke cilësit për të bërë një artist i famshëm? Besoj që po dhe këtë ja u lidhi juristë do që të vlerëson. A kam as kam. Çfarë the? Sa i mirë. like that? Hey, windows down, chilling with the radio on. I like it like that. Damn, sun so hot, and the girls take it all off. I like it like that. Damn, one more time. Përshëndetje, Brëma. Si quhesh? Alban Ramosaj. Çfarë do këndosh sonte? Kryptonite nga Three Doors Down. Shumë sukses. Shumë faleminderit. The world flew through the dark side of the moon. After all, I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then would you still call me Superman? If I'm alive and well, would you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. You called me strong, you called me weak, but still your secrets I will keep. Took for granted all the times I'll never let you down. You stumbled in and bumped your head, if not. I'm shumë. Është një këngë pak spekulative, por interpretimi është i mjaftueshëm, i kënaqshëm. Ju mundove të bëje më shumë lëvizje, interpretim, e shumë gjëra të tjera për të mbushur mendjen që ti i bën të gjitha këto dhe harrove të kënduarën. Megjithatë, sigurisht që ti je i veçantë në stilin tënd dhe unë të përgëzoj për këtë interpretim. Nëse i veçantë, të pëlqeu grinta që kishe, interpretimi, nga unë sigurisht që ke një po. Faleminderit shumë. Edhe nga unë një po. Falenderoj shumë. Po sigurisht që po. Shumë faleminderit. Dhe duket Albanët fitojnë gjithmonë. Shumë faleminderit se keni ide sa vlen për mua, ka shumë faleminderit. Tash unë jam gjyshi i Albanit, ne jam shumë krenare si gjithmonë. I bona besi.